Tani në kushte normale, një vend normal, për shembull në Itali, çfarë do ndodhte? Ndodhi kjo gjë. E para një herë që ka vende shumë normale, të cilat dorëheqja s'është asgjë, se këtu tani sjep dorëheqja as presidenti Federatës Shaut, jo më ministri i Brendshëm. Po këtu normalisht ministri i Brendshëm shkonte dhe jepte dorëheqje dhe thoshte mbaj unë përgjegjësinë politike kësaj gjë që ka. Ose nëse s'do bënte këtë gjë, do fillonte në mënyrë strikte, të shpejt, investigimin se si ka ndodhur që bodyguardi i njërit nga këngëtarët më me emër në botën e folkut në Shqipëri, pajiset dhe bëhet edhe polici private. Se nuk mjafton heqja e licencës. Problemi është, do shkojmë çojmë edhe se si u bë kjo gjë, pra me cilin variant kriminal është bërë kjo gjë. Për te që ne kemi parë atë këngëtarin të bëj fushat për partin pushtet disa herë atje, po kjo s'bën më lajm. Po mënyra se si, sepse ka një ligj të posaçëm se si bëhesh me polici private. Se si pajisen njerëzit me armë tim, se si bëhen servitja, ku shkojnë në cilin poligon, nga kanë ardhur parat. Pra, këtë gjë nuk ka nevojë Ministria e Brendshme ta pres nga spaku. Këtë e bën vetë. U anullua licenca, shumë mirë. Do shkosh të hetosh si u dha licenca. Dhe ti thush publikut, më falni, kemi bërë gabim, po ja ku është. Dhe do verifikojmë gjithë tjerët për shembull.